Horoskopi ditor, 21 shkurt 2026, Dashi, sot energjia astrologjike për ty, Dashi, është veçanërisht e fuqishme. Ky nuk është një ndryshim i shpejt, por një rrugëtim ku po mëson të jetosh pa maska, pa nevojën për të provuar diçka para të tjerëve. Hëna sot aktivizon një lidhje të fortë mes Marsit dhe kjo ka një ndikim shumë personal për ty, sepse Marsi është planeti yt sundues. Kjo do të thotë se emocionet, veprimet dhe vendimet e tua janë në harmoni më të madhe se zakonisht. Mund të ndjesh një qetësi të brendshme që të jep siguri, edhe pa pasur nevojë të flasësh shumë. Sot dhe nesër janë ditë ideale për të qenë aktiv. Sa më shumë të përfshihesh në aktivitete, aq më shumë energjia pozitive do të rrjedhë. Nuk është moment për të qëndruar pasiv, universi duket sikur të shtyn të lëvizësh përpara. Bisedat mund të jenë të gjalla dhe frymëzuese, dhe njerëzit reagojnë pozitivisht ndaj mënyrës si shpreh veten. Sot ti je i natyrshëm. Kur flet apo vepron me sinqeritet, ndikimi yt tek të tjerët rritet. Është një moment i shkëlqyer për fokus, motivim dhe për të vendosur hapa konkret drejt diçkaje që e dëshiron prej kohësh. Këshilla astrologjike, mos u përpiq të jesh perfekt, mjafton të jesh real. Pikërisht aty qëndron forca jote sot. Demi, sot mund të ndalesh pak për të reflektuar mbi të kaluarën, dhe kjo rezulton e dobishme për ty. Është një moment i mirë për të bërë përparim në çështje praktike ose profesionale, por njëkohësisht ke nevojë të largohesh nga situatat që të lodhin emocionalisht, në mënyrë që të rikuperosh energjinë. Kërko momente qetësie dhe çlodhjeje cilësore, dhe mendo seriozisht për të lënë pas gjërat që nuk të shërbejnë më. Mund të ndihesh i shtyrë të mbështesësh dikë sot, edhe një fjalë e mirë apo prania jote mund të jetë ngushëlluese dhe frymëzuese për një person tjetër. Çështjet kreative dhe artistike favorizohen, ashtu si edhe aktivitetet vullnetare. E ke më të lehtë të kuptosh anët e fshehta të situatave, gjë që rrit mirëkuptimin ndaj vetes dhe të tjerëve. Ndjen nevojën të kanalizosh energjinë në diçka me kuptim dhe produktive. Mund të lindë frymëzim për të bërë ndryshime në karrierë, drejtimin e jetës apo objektivat afatgjata. Një plan i heshtur ose një synim personal që e mban për vete mund të japë motivim të fortë. Binjakët, sot je i gatshëm të mësosh dhe të ndash idetë e tua me entuziazëm. Mendja jote kërkon zgjerim dhe mund të ndihesh i tërhequr drejt njohurive të reja, bisedave interesante apo eksperiencave që të hapin horizontin. Je në një gjendje miqësore dhe të hapur, dhe një takim apo bisedë mund të frymëzojë më shumë se sa e pret. Është moment i mirë për të hapur zemrën dhe për të liruar tensionin apo stresin e mbledhur kohët e fundit. Ana jote idealiste forcohet, dhe përkushtimi ndaj një miku apo një kauze bëhet më i thellë. Energjia e ditës rrit motivimin për të ndjekur dëshirat e tua. Tema kryesore janë shpikja, inovacioni, eksplorimi dhe zbulimi, edhe nëse gjithçka ndodh vetëm në nivel mendimi. Aktivitetet bashkëpunuese që thyejnë rutinën ose përvojat që të japin energji pozitive janë në favorin tënd. Megjithatë, me kalimin e ditës mund të ndjesh nevojën për një rifreskim emocional dhe pak qetësi për veten. Gaforia, sot ndjehesh më energjik, por me një qetësi të brendshme që i lejon të organizojë çdo hap me kujdes. Zemra udhëheq mendjen dhe çdo veprim ka një qëllim. Në marrëdhënie mund të zbulohen diçka e fshehur ose një ndjenjë e harruar që ka rëndësi të madhe. Një mik ose partner mund të tregojë diçka që më parë nuk ishte e qartë, dhe kjo mund të çojë në një diskutim të sinqert ose një vendim të papritur. Çdo përpjekje për të përmirësuar energjinë dhe ambientin rreth vetes sjell qetësi dhe ndjenjë kontrolli. Aktivitetet që fokusojnë trupin dhe mendjen, si ecja, sporti ose detyrat praktike, sot kanë efekt të madh për të ulur stresin dhe për të ndjerë progres të prekshëm. Gaforia mund të përjetojë një moment reflektimi, ku e kupton se fuqia dhe qetësia janë brenda saj. Në jetën sociale, gaforia ndjen nevojën të qëndrojë pranë njerëzve që vlerëson dhe të ndihmojë ata që kanë nevojë. Ndihma mund të jetë një fjalë e mirë, një këshill praktike ose një veprim konkret që zgjidh një problem.
Luani, sot luani ndjehet i fuqishëm dhe i frymëzuar, një energji që duket se rrit çdo hap dhe çdo vendim që merr. Zemra dhe mendja punojnë së bashku, duke bërë që të jetë në gjendje të kuptojë situata komplekse dhe të veprojë me siguri. Një takim ose një situatë e papritur mund të zgjojë emocion dhe të bëjë që të reflektojë mbi marrëdhëniet dhe dëshirat e tij. Ka dëshirë për ndryshim ambienti dhe aventurë, gjë që e nxjerr jashtë rutinës së zakonshme. Kjo mund të jetë një udhëtim i shkurtër, një shëtitje e papritur, ose thjesht një aktivitet i ri që e bën të ndjejë gjallëri. Një mik ose partner mund të tregojë diçka të rëndësishme. Një informacion ose një sekret që hap horizonte të reja dhe e bën të rishikojë mënyrën se si lidhet me të tjerët. Në aspektin profesional, luani mund të zbulojë mundësi që nuk i kishte menduar më parë. Sot është koha për të treguar forcën në mënyrë të dukshme. Në jetën personale, energjia e ditës e bën luanin të ndiejë dëshirën për të ndihmuar të tjerët, për të qenë mbështetje për një mik ose për të ndihmuar në një situatë që kërkon mençuri dhe vendimmarrje. Çdo veprim i vogël ka ndikim të madh dhe krijon lidhje të forta me njerëzit pranë tij. Virgjëresha, sot Virgjëresha ndjehet e fokusuar dhe e organizuar, një energji që e ndihmon të qartësojë çdo detaj të jetës së saj. Çdo gjë e vogël ka rëndësi, dhe kjo është një ditë kur ide ose këshilla të dobishme për shëndetin dhe mirëqenien mund të shfaqen pa pritmas. Aktivitetet fizike ose detyrat praktike i japin mundësinë të largojë stresin dhe të ndjejë progres të prekshëm. Virgjëresha ka dëshirë të veprojë dhe të arrijë rezultate konkrete. Çështjet që dukeshin të komplikuara më parë, sot mund të bëhen të qarta përmes përqendrimit dhe analizës. Mund të zbulojë mënyra të reja për të përmirësuar rutinën e përditshme, si dhe për të planifikuar më mirë kohën dhe energjinë. Në marrëdhënie, Virgjëresha ndjen nevojën për të kuptuar dhe ndihmuar të tjerët. Njohja e dobive dhe kufizimeve të veta e bën më të fortë në çdo ndërveprim. Një bisedë e hapur mund të zgjidhë mosmarrëveshje të vogla ose të ofrojë një këndvështrim të ri mbi situata që kanë mbetur pezull. Sot, çdo veprim ka rëndësi dhe Virgjëresha mund të përdorë energjinë për të përparuar në punë, marrëdhënie ose projekte personale. Përqendrimi, analiza dhe veprimi i qëllimshëm krijojnë një ditë të frytshme dhe me rezultate të dukshme. Peshorja, sot peshorja ndjehet e frymëzuar nga ndikimi i njerëzve përreth. Të tjerët mund të sjellin energji pozitive dhe nxitje për të provuar diçka të papritur, të re ose argëtuese. Një mik ose partner mund të tregojë diçka që ndryshon perspektivën, një sekret ose një ide e vlefshme që hap mundësi të reja. Ndjenja e guximit dhe dëshira për aventurë i shtyn të dalë jashtë rutinës dhe të marrë vendime të rëndësishme. Mund të ndjesh frymëzim të fortë dhe mund të tërheqë njerëz që i japin energji dhe motivim për të ndjekur qëllimet. Marrëdhëniet sot mund të shërbejnë si shkëndijë për projekte të reja, ide krijuese ose vendime që ndryshojnë rutinën e zakonshme. Në aspektin profesional mund të zbulosh mundësi që nuk i kishte vënë re më parë. Ndjen nevojën për të ndihmuar të tjerët. Ndërsa dita avancon mund të vendosë të ndryshojë qasjen në marrëdhënie ose rutinën e përditshme. Ky është një moment për të reflektuar mbi prioritetet dhe për të vendosur cilat gjëra duhen mbajtur dhe cilat duhen lënë pas. Në mbrëmje, kohë për qetësim dhe aktivitet relaksues forcon lidhjen me vetveten dhe ndihmon për të përgatitur terrenin për sfida dhe mundësi të ardhshme. Akrepi. Çështjet e shtëpisë, familjes ose punës marrin përparësi dhe çdo hap i vogël sjell qetësi emocionale. Situata të papritura mund të dalin në pa, duke zbuluar të vërteta që kanë mbetur të fshehura. Intuita është jashtëzakonisht e fortë sot dhe ndihmon të zgjidhë çështje komplekse. Dëshira për të arritur ekuilibër mes zemrës dhe mendjes është e fortë dhe veprimet praktike kanë efekt të menjëhershëm. Çdo vendim dhe veprim i vogël mund të sjellë ndryshime të mëdha. Në aspektin profesional mund të përdorësh aftësitë e tij intuitive për të marrë vendime strategjike. Projekti më i vogël mund të ketë ndikim të madh. Sot është një ditë për të treguar aftësinë për të organizuar.
menaxhuar dhe për të marrë përgjegjësi të rëndësishme. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptime ose të ofrojë një këndvështrim të ri. Ndihma ndaj familjes ose partnerit është një mënyrë për të ndjerë qëllim dhe për të krijuar lidhje më të forta. Në aspektin emocional, është e rëndësishme të veprosh sot, jo të mendoj pafund, sepse veprimet konkrete krijojnë qetësi dhe përparim. Ndjenja e kontrollit mbi jetën dhe marrëdhëniet është e dukshme. Shigjetari ndjehet tërhequr nga aktivitetet që kombinojnë sfidë dhe argëtim. Mendja dhe veprimet janë në harmoni, duke sjellë ide dhe frymëzim të papritur. Energjia e ditës i jep mundësinë të përqendrohet te shërimi dhe ndihma për të tjerët. Magnetizmi personal rritet dhe çdo hap i vogël duket se e çon drejt diçkaje më të madhe. Përballja me sfidat bëhet më e lehtë dhe frymëzuese. Mund të lindë një projekt kreativ ose një ide romantike që ndryshon rutinën. Marrëdhëniet sot mund të jenë baza për vendime të reja ose për mënyra kreative për t'i përmirësuar. Në aspektin profesional, shigjetari mund të gjejë mënyra të reja për të përparuar ose për të zgjidhur probleme që kishin mbetur pezull. Vendimet dhe veprimet e sotme kanë peshë të rëndësishme për të ardhmen. Në jetën personale, ndihma ndaj të tjerëve ose një veprim konkret krijon lidhje të forta dhe besim reciprok. Reflektimi mbi prioritetet dhe vendimet e marrë gjatë ditës është i domosdoshëm. Në mbrëmje, shigjetari ndjehet i kënaqur dhe i motivuar, gati për sfida dhe mundësi të reja. Britsjapi sot ndjehet i orientuar drejt objektivave dhe sigurisë. Dita i ofron mundësi të fokusohet tek nevojat personale, por gjithashtu të punojë në projekte që mund të sjellin përfitime të prekshme. Nevoja për stabilitet dhe familiaritet është e dukshme dhe çdo veprim që ndihmon të sigurojë këtë siguri ka rëndësi të veçantë. Në aspektin profesional, britsjapi mund të marrë vendime të rëndësishme që lidhen me karrierën ose financat. Njohja e mundësive dhe përdorimi strategjik i burimeve të veta mund të sjellë rezultate të dukshme. Çdo veprim i matur dhe i planifikuar ka potencial për të ndryshuar rrjedhën e punës dhe për të krijuar një themel të fortë për planet e ardhshme. Në marrëdhënie, një person mund të tregojë një rrugë të re drejt një ndryshimi pozitiv. Britsjapi ndjen një motivim të fortë për të vepruar dhe për të arritur qëllime që kanë kuptim të madh për të. Veprimet konkrete sjellin qetësi dhe ndihmojnë të ndjehet i plot. Sot është dita për të kombinuar logjikën, energjinë dhe emocionet për të arritur rezultate të dukshme dhe të qëndrueshme. Çdo hap i bërë sot ka ndikim të gjatë dhe vetdia për progresin e përmirëson humorin dhe sigurinë në vetvete. Ujori sot ndjehet veçanërisht i zgjuar dhe i pavarur. Ndërsa është në një humor miqësor, ai arrin më shumë në mënyrë të pavarur. Një konkurrencë e vogël ose një sfidë e lehtë mund të motivojë dhe të japë energji të re. Ujori është tërhequr drejt aktiviteteve që kërkojnë përqendrim dhe kreativitet. Shpreha e vetes është me qëllim dhe çdo fjalë ose veprim ka ndikim. Sot ka mundësi të hedhë pas frikërat dhe të tregojë aftësi bindëse dhe kreative. Ndihma ndaj të tjerëve, qoftë me informacion ose marrjen e drejtimit në një projekt personal, është veçanërisht e favorshme. Kjo i jep ndjesinë e kontrollit dhe fuqisë në aspektin profesional. Ujori mund të zbulojë ide të reja, mundësi që dikur dukeshin të pamundura. Çdo hap i matur ka ndikim të madh në projektet e ardhshme. Në marrëdhënie mund të ndjejë dëshirën për të shprehur ndjenja ose për të ndihmuar dikë në mënyrë praktike. Ky veprim krijon besim dhe lidhje më të forta. Ujori mund të përjetojë frymëzim nga të tjerët, duke e nxitur të krijojë projekte të reja ose të eksplorojë ide të ndryshme që ndryshojnë perspektivën e tij. Ndjenja e progresit dhe kontrollit mbi jetën i jep ujorit motivim për të ardhmen dhe për sfida të reja. Peshqit sot ndjehen jashtëzakonisht të motivuar. Nevoja për stabilitet dhe rehati është e fortë dhe çdo aktivitet që i përforcon këto ndjenja është i favorshëm. Sot mund të ndjesh dëshirën për të u lidhur me momentin dhe për të ndjerë energji pozitive nga aktivitetet që e qetësojnë dhe e japin një ndjenjë qetësie. Peshqit mund të përjetojnë frymëzim për të krijuar ose për të bërë diçka të veçantë.
Qoftë një projekt personal, një gest kreativ ose një blerje që sjell kënaqësi. Sot është një moment për të lënë pas mendimet kufizuese si faji ose shqetësimi dhe për të kaluar në veprime që ushqejnë shpirtin. Çdo veprim, qoftë një fjalë e mirë ose një këshill praktike, krijon lidhje të forta dhe besim. Peshqit ndjejnë se ndihma dhe vëmendja ndaj të tjerëve u japin ndjesinë e qëllimit dhe sigurisë. Në aspektin profesional, mund të lindë një mundësi për të filluar. Çdo veprim i matur dhe i menduar ka ndikim të dukshëm dhe mund të sjellë përfitime afatgjata. Sot është dita për të kombinuar intuitën, energjinë për të arritur rezultate konkrete. Ndjenja e progresit dhe sigurisë i japin motivim për sfidat e ardhshme dhe mundësi të reja. Çdo veprim i ditës ka rëndësi dhe ndihmon të ndjehet më i plotë dhe më i përgatitur për të ardhmen.